Mirëmbrëma të gjithëve, ja ku jemi në klinika 24 edhe për këtë të shtunë dhe besoj nga sigla e keni kuptuar dhe jeni ulur pranë ekranit për të ndjekur problemet tona shëndetësore që ne i ndajmë me ju javë pas jave dhe mundohemi të japim sa më shumë informacion apo këshilla. Për çfarë do të flasim sot? Dëgjojmë në jetën e përditshme të përdoret termi obezitet, gjithnjë më tepër edhe për fëmijët tashmë. Por sa i rrezikshëm është obeziteti, çdo të thotë të jesh mbi peshë, çdo të thotë të jesh obez, cilat janë komplikacionet që sjell ai, a janë gjetur tashmë shkaktarët e obezitetit si tek fëmijët ashtu dhe tek të rriturit, për gjitha këto ne do të flasim në pjesën e parë. Ndërsa në pjesën e dytë, megjithse ne përpiqemi, flasim për parandalim, japim këshilla, ka raste kur gjendemi përpara faktit, jemi obez, nuk kemi ç'të bëjmë, kemi probleme fiziologjikisht, me sëmundjet caktuara, por kemi dhe probleme emocionale me fizikun ton, me pamjen ton, që nuk na pëlqen. A ka zgjidhje? Kohët e fundit dëgjojmë gjithnjë më tepër të flitem për trajtime konkrete, kirurgjikale. Por pse të flas unë, kemi doktor Sotirios Gavril, është kirurg i përgjithshëm nga Poliklinika Doctors Hospital, i cili vjen tek ne sot për të folur për të gjitha këto që unë thash. Të lutem doktor. Por dhe për të thënë, mirë se erdhën në studio, është kënaqësi, të lutem. Por dhe për të dhënë mbi të gjitha me hollësi mënyrat e trajtimit edhe këshilla për parandalimin e obezitetit, kësaj sëmundje të shekullit që e quajmë. Do doja fillimisht të ndiqnim bashkë një historik të jetës shkurt të doktorit dhe kthehemi në studio të fillojmë bisedën. Kirurgu grek Sotirios Gavril ka mbaruar fakultetin mjekësor të Universitetit të Patras në Greqi dhe vitet e fundit të studimeve ja kushtoi kryesisht kirurgjisë së obezitetit, që atëherë sapo ishte shfaqur. Në atë periudhë filloi të mbizotëroi kirurgjia laparoskopike, e cila solli një perceptim të ri në sëmundjet kirurgjikale. U specializua në kirurgji laparoskopike për të gjitha sëmundjet e tëmthit, zorrës së trash, apendicitit, të hernjes dhe në kirurgjinë onkologjike. Ai ndjek studimet pasuniversitare në Bordeaux të Francës në këtë fushë. U bën 13 vjet që doktor Sotirios Gavril merret ekskluzivisht me obezitetin sëmundje prurës, në fillim me metodën e bypassit gastrik dhe në vazhdim me unazën gastrike, metodë që ka zbatuar në mbi 500 pacientë. Ja ku jemi në studio, doktor, mbase janë bërë kurioze dhe teleshikuesit gjithë këto vite e punë me obezitetin, 500 pacient, besoj të kënaqur, prandaj dhe ju jeni këtu. Pse ky pasioni juaj për kurimin apo trajtimin e obezitetit? Kjo është një çështje jetese që ka nisur që kohë më përpara, sepse ka shumë njerëz që kanë vdekur të mitë nga kjo sëmundje dhe që atëherë që u dha mundësia për të marrë me këtë sëmundje të obezitetit. Unë jam marrë për shumë vite në Greqi dhe jashtë shtetit dhe e përballoj dhe shkaqet, por edhe simptomat e kësaj sëmundjeje. Realisht mund të themi se është një sëmundje shumë agresive, ngjan me sëmundje të tjera, siç është kanceri pak a shumë, por kanceri, por edhe obeziteti janë dy nga faktorët bazë që krijojnë probleme në shëndetin e njeriut dhe në llojin e njeriut. Mbi pesha dhe obeziteti që do doja ta ndanin bashk, kemi të bëjmë me një mit apo me një fakt? Όχι, είναι ένα γεγονός. Υπάρχει μια αντίφαση στο σύγχρονο κόσμο. Në botën moderne, Ενώ υπάρχουν άνθρωποι ku ndërkohë që ka njerëz të cilët nuk mund të jetojnë me mungesën e ushqimit në vendet të cilat janë në zhvillim e sipër, siç është Afrika, por bota moderne ka shumë ushqim. Atëre është më rrezikshme të themi kjo shkallë obeziteti që po na përfshin të gjithëve dhe të gjitha vendet. Dikur Amerika e kishte këtë problem, tashmë edhe vende të tjera, madje edhe në Shqipëri po bëhet problem. Si mendoni ju? Ναι, είναι
është e detyrueshme që kjo sëmundje të arrijë në të gjithë botën, dhe do shikoni se kjo ndodh meqense në botën moderne është ushqimi në bollëk dhe ne po lëvizim tashmë me makina dhe kemi më tepër ankth në mënyrë që të arrijmë suksesin. Por jetesa moderne shkakton obezitet dhe mbipeshë. Ndaj, duhet të studiojmë dhe të dinë njerëzit se cilët janë shkaktarët, çfarë mund të bëjmë për parandalimin, në mënyrë që realisht të shmangim trajtimet kirurgjikale. Mos të arrim deri në atë pikë, ha? Kur ne kemi filluar para disa vitesh që të vinim këtu në Shqipëri, unë kam vënë re një fakt bukur ku njerëzit lëviznin me bicikleta në Shqipëri. Por fatkeqësisht bëhet fjalë për njerëz të një moshe të madhe që përdorin bicikletën në jetën e tyre. Në të gjithë Evropën dhe në të gjithë botën moderne është e rëndësishme që të japim lëvizje tek individi. Është e mirë që unë shikoj dhe djemë të rinj dhe fëmijë të rinj që përdorin bicikletën. Dhe ndaj mund të them që të kalojmë dhe ta tejkalojmë këtë problem, duhet të ushtrohemi më tepër fizikisht, duhet të kemi një ushqim më të kujdesshëm, sepse i gjithë ky ushqim që ne marrim nuk kemi një punë krau kaq të fuqishme për ditë dhe du shmangur. Dhe me qënëse shoqëria jonë është në kushte konkurrence, mirë është të ndalojmë që t'ju themi fëmijëve tanë që të bëjnë në mënyrë të tmerrshme konkurrues dhe t'i stresojmë fëmijët tanë sepse janë shkaktar për obezitet. Dhe kemi dhe një mit apo fakt tjetër që do doja ta ndanim bashkë. Më ndihmon regjia? Prindrit obez, kanë fëmijë obez? Ky është një rast i zakonshëm që kemi të bëjmë me një fakt, më vjen keq atëherë që shkoka dhe kështu brez pas brezi. Zlati pijeni apo jenja se jenja burëm. Shikoni, janë dy faktorët, domethënë janë çështja e gjenetikës, fëmia pra ka genet e nënës, por gjithashtu edhe trajtimi i fëmijës, mënyra se si ai funksionon, sepse ai kopjon në një farë mënyrë nënën e tij. Dhe nëse mamaja ri orë të tëra në televizor dhe ushqehet në darkë, lëviz pak, ajo konsumon dhe yndyrna të larta, për shembull, kjo ndodh dhe te fëmia. Pra, obeziteti ka nevojë për një trajtim, për një mënyrë trajtese që të mos ekzistojë. Është fakt dhe është diçka e zakonshme të shikojmë fëmijë obez nga prindër obez. A jemi ne në kohë që të arrim tek brezi i ri, ta parandalojmë obezitetin, mos ta lejojmë atë të shfaqet? Duke thënë se pak a shumë thelbin ne kemi kuptuar, që kemi nevojë për një ushqyerje më të shëndetshme, kemi nevojë për më shumë lëvizje. Shikoni, Shqipëria është në renditjet më të ulta për sa i përket obezitetit në raport me Evropën, por dhe me Greqinë. Ka shumë mundësi për mirësimi, ajo mund të kopjojë disa gjëra nga vendet e tjera, po këtë nuk është mirë ta kopjojë. Pra, ushqimet e fast foodeve, ushtrimet kalimtare, është më mirë të mos ekzistojnë. Më mirë është të kalojnë drejt ushtrimeve fizike. Tirana është një qytet ku ju mund të ecni dhe të shmangni obezitetin, pra mbipeshën, sepse kur kjo gjë kalon në genet e popullit, do të shprehet tek brezat e tjerë me mënyrë më agresive. Ne folëm pak a shumë për shkaktarët e obezitetit, doktor, por mendoj unë që duhet të vendosim apo t'i kushtojmë më shumë rëndësi komplikacioneve të obezitetit. A kemi të bëjmë thjesht me një paraqitje që na bën mos jemi të kënaqur me veten, apo është diçka më thellë? Mund të flasim edhe për sëmundje këtu. Shikoni, është një problem kompleks. Më përpara ka pasur një mentalitet që individi që ishte mbi peshë ka qenë edhe i shëndetshëm. Mendje shëndosh në trup të shëndosh.
Në Greqi mund të themi se trashësia ime dhe dhjami im ka qenë pjesë e bukurisë time. Por fatkeqësisht sot gjërat nuk janë kështu. Njeriu i cili është mbi peshë dhe obez ka më shumë probabilitet që të na shkaktojë dhe t'i shkaktojë vetes së tij probleme kardiake. Ka më shumë mundësi të shkaktojë probleme të tjera me trurin. Μεγάλη πιθανότητα να παρουσιάσει αναπνευστικά προβλήματα. Gjithashtu probleme në frymëmarrje. Να παρουσιάσει καρκίνο κυρίως στο εντέρ. Probleme kryesisht të tumoreve, qoftë në gji, qoftë në zorën e trash. Πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι στα νέα κορίτσια. Ose në stomak, gjithashtu edhe te vajzat vihet e re probleme. Με τη γονιμότητα, kryesisht me efektet gjenetike nuk mund të lindin ato. Dhe një tjetër problem i rëndësishëm për fëmijët. Më deri në riprodhim, me këtë që dëgjova, mund të arrijë të krijojë obezitetin dhe probleme me fertilitetin. Është një nga shkaktarët më të rëndësishëm të kësaj problematike. Dhe ndaj, vajzat, kur marrin peshë më të madhe se normaliteti në trupin e tyre, kanë probleme me ciklin e tyre menstrual. Kenë dhe ndërprerje madje ndonjëherë. Dhe pikërisht obeziteti është një nga këto arsyet. Gjithashtu, meqense shoqëritë e reja tregojnë dhe promovojnë njerëz të bukur dhe të veshur mirë, fëmijët e rinj të cilët janë obez ndihen inferior dhe mbyllen në vetvete, duke krijuar probleme psikologjike. Do me thënë, imagjinoni të keni një fëmijë, diku 17 vjeç, i cili të jetë 140 kg ose 150 kg dhe të jetë i seksit vajzë. Gjë që do të jetë i jashtë loje, qoftë nga vetë shoqëria për marrëdhënie erotike, por edhe marrëdhënie profesionale. Do me thënë, ajo është e dënuar në një farë mënyrë që në fillimin e punës së saj dhe të jetesës. Pra, mund të themi se kjo është obeziteti është një sëmundje shumë serioze dhe që luftohet me vështirësi nëse ajo instalohet mirë filli në trup. E vërtet është që edhe mbi pesha është vështirë të kurohet amam, e jo më obeziteti ku tashmë edhe vendosen ato gradët, gratë e parë, gratë e dytë, gratë e tretë dhe bëhet edhe më e vështirë rënja nga pesha. Po mbase duke dashur gjithë ky brez i ri, duke dashur të luftoj me kilet, mos po bëhet paka shumë kjo luftë në një drejtim të gabuar duke i çuar këtë brez të ri drejt një keq ushqyerje apo drejt dietave drastike, të cilat gjithashtu janë po aq të rrezikshme sa obeziteti, doktor, apo jo? Shikoni pak. Ekzistojnë mekanizma në të gjitha shoqëritë të cilat shfaqin në një model jete dhe pikërisht për këto ushqime të para përgatitura dhe provizore, siç janë fast food, dhe janë disa linja ushqimore që merren pikërisht me këtë lloj ushqimi. Apo pijet me gaz, siç edhe po shohim, apo pikërisht, Por në një shoqëri moderne ajo vetë duhet i trajnoj brezat e rinj, duke ju thënë se ushqimi i shtëpisë gjella, pra me pak fjalë të themi, është shumë e rëndësishme të konsumohet nga ta. Se lëvizja dhe ushtrimet në aktiviteti fizik. Do me thënë, fëmijët të cilët bëjnë fizkulturë, ecin me bicikletë, ecin shumë. Është diçka pozitive dhe është një model pozitiv. Dhe jo tjetri të shkoj deri te shtëpia e komshiu duke marrë makinën, për shembull. Ose të mos haj asnjë gjë në shtëpinë e tij, të mos gatuaj asgjë, dhe të haj gjithmonë ushqim të lirë dhe të parapërgatitur jashtë. Pra, çdo gjë është çështje trajnimi, është çështje edukimi. Se ndryshe problemi do të zmadhohet. Edhe më shumë. Megjithatë, ju jeni pro atyre dietave të përcaktuara nga specialistët, nga nutricionistët apo dietologët, dhe jo nga ky masivitet bërje dietash që na ka kapur gjithve më duket, nga një mani.
Ju lutem vini pak re. Dieta të rastësishme dhe vetë neve, për shembull, do të kenë një rezultat të varfër nëse i bëjmë në këtë trajt. Ka mjek specialist dhe dietolog të cilët kanë studiuar pikërisht për këtë dhe që mund të këshillojnë njerëzit që të bëjnë dietë kur ata kanë probleme me mbipeshën. Por paralelisht duhet edhe vetë njeriu të ndryshojë mentalitet. Nuk mundet, për shembull, të bëjë një dietë ezauruese dhe pastaj të shtrihet në divanin e tij dhe të mos eci fare. Ose nuk mund të bëjë një dietë ezauruese dhe sapo të mbarojë atë të shkojë te fast foodet e ndryshme dhe të filloj ushqimi. Pra duhet të ndryshojë sigurisht mënyrën e jetesës së tij, stilin e jetës. Mirë, doktor, folët për obezitetin, për të gjitha ato komplikacione që ai sjell, jo vetëm fiziologjike dhe paraprirëse të smundjeve, po dhe të psikologjike, sidomos tek femrat. Megjithatë, do doja nga ju, si mjek që keni vite që punoni në këtë fushë, një këshill për të mos arritur të bëhemi obezë. Duhet të ndryshojmë ne vetë. Duhet ne njerëzit të ndryshojmë dhe të edukojmë fëmijët tanë dhe njerëzit që na rrethojnë me një mentalitet tjetër. Ju mund keni parë në Amerikë shumë njerëz të cilët vrapojnë në përparqe të ndryshëm. Kjo do të ishte e mirë që ta shikojmë edhe në vendet tona. Edhe ka filluar pak a shumë, sepse edhe në një park kombëtar që kemi ne është gjithmonë i mbushur me njerëz që ecin apo që vrapojnë. Kështu që unë mendoj që mentaliteti ka filluar të ndryshojë. Po, mendoj se në Shqipëri ka filluar në vitet e fundit e ndjek edhe unë vetë me ardhjen time këtu që ka ndryshuar ky mentalitet. Dhe kjo është diçka shpresdhënëse. Gjithashtu mund të them se shqiptarët dhe shqiptaret nuk kanë gjene të fuqishme që të shkaktojnë obezitet, ndaj dhe problemi është akoma në fillim. Avantazh për ne. Mirë, doktor, ne folëm për këtë pjesë të parë, është shumë e rëndësishme të flasim gjithmonë për parandalimin, sepse dhe një fjalë vjetër që ne përsërisim shpesh është të parandalosh, më mirë se të kurosh. Megjithatë, kjo është pjesa më e rëndësishme, sigurisht. Megjithatë, ka shumë raste që ne gjendemi para faktit, kemi persona obez që nuk janë të kënaqur me pamjen e tyre dhe aty ju vini në ndihmë ju, apo jo. Në pjesën e dytë do doja të ndaleshim gjatë dhe të flisnim për trajtimet e obezitetit. Na duhet të bëjmë pak publicitet, qëndroni me ne, kemi akoma shumë për të thënë. Ja ku jemi këtu në këtë pjesë të dytë, unë kam kënaqësinë të jem me doktorin Sotirios Gavril, besoj se e thash mirë, kirurg i përgjithshëm nga Poliklinika Doktor Hospital këtu në Tiranë, i cili ka vite tashmë që punon me pacient shqiptar. Folëm në pjesën e parë për obezitetin, për shkaktarët e tij, për obezitetin tek fëmijët, se e rëndësishme është të rrisim një brez të ri pa probleme mbi peshe. Folëm për komplikacionet e obezitetit, por na shpëtoi pak pa përmendur, doktor, obeziteti dhe diabeti. Ju do doni të ndaleshit pak më gjatë. Shikoni, më përpara ne mendonim se diabeti ishte i pavarur. Ishte një sëmundje e pavarur nga obeziteti. Por tashmë është bërë më se e kuptueshme se diabeti është pjesë e obezitetit. Pra, ka të njëjtat mekanizma funksionimi me obezitetin dhe e njëjti hormon i cili është shkaktar për obezitetin ka përgjegjësi edhe për shkaktimin e diabetit. Pra, shpesh, disa nga terapitë që ne bëjmë për obezitetin në trajta kirurgjikale, ato trajtojnë edhe diabetin.
Dhe mund të themi se shumë nga defektet që shkakton obeziteti i shkakton dhe diabeti. Pra, diabet dhe obezitet pak a shumë kanë filluar të përputhen njëra me tjetrën. Dhe nëse dikush për shembull nuk ka një diabet, një njeri që vuan nga diabeti dhe s'ka mbi peshë, ai konsiderohet sikur vuan po njësoj nga obeziteti. Pra, këto janë pikpamjet më moderne që ekzistojnë në kohën e sotme. Në kohën e sotme. Mirë, doktor, jam shumë kurioze edhe unë, besoj dhe teleshikuesit, të flasim për trajtimin e obezitetit me metodat kirurgjikale që ju aplikoni për ditë. Kemi dëgjuar, jo shumë, ekzistojnë mite apo legjenda urbane që flasin për vënien e një lloji unaze, për një ngushtim stomaku, dhe shpeshherë unë e vëre që ka dhe frikë kur përmendim këto terma. Ju jeni specialist, jeni kirurg në këtë fushë. A duhet të trembemi nga këto metoda? Doktor, apo mund të themi që me përparimin e mjekësisë ato janë 100% të sigurta, dhe pse jo? Pse mos t'i provojmë? Realisht, edhe unë e kam vënë re se njerëzit këtu në Shqipëri kanë frikë nga këto metoda dhe nga këto teknika. E shoh këtë gjë të ndodh çdo ditë. Por fatkeqësisht, zgjidhja më e vetme në këta pacientë është kur ata nuk e kanë provuar të bëjnë dietë, të bëjnë lëvizje në jetën e tyre, është e vetmja zgjidhje radikale ndërhyrja kirurgjikale. Është kirurgjia, pra. Shqipëria dhe shqiptarët janë me fat, po dhe vende të tjera si Shqipëria, sepse këto teknika në këto vende janë zhvilluar. Mund të themi se janë sprovuar në vende të tjera për vite me radhë dhe në njerëz të tjerë. Dhe këto gjëra që ne bëjmë sot janë tërësisht të sigurta. I kemi të provuar, a? Duhet të kuptoni një gjë. Unë kam 17 vjet që bëj këtë profesion dhe këtë punë. Kam bërë ndërhyrje kirurgjikale në mijëra njerëz. Nuk kam të njëjtën eksperiencë që kam sot me atë që kam pasur para 17 vjetësh. 2 dekada më parë, gati. Mirë, doktor, mbase do t'ishte mirë t'i shinim hap pas hapi këto trajtime. Dhe do doja të fillonim, jemi duke ndjekur një video të unazës gastrike. Dua t'ju them. Do doja me hollësi, kujt i rekomandohet, çfarë ndodh. Do t'ju them 2 gjëra para se të kalojmë në atë që kërkoni juve, që obeziteti ndahet në 2 kategori, ose në ato që ulin sasinë e ushqimit që duhet marrë dikush, ose në ato që ulin sasinë e ushqimit, por nuk lë sistemin tretës që të absorbojë të gjithë ushqimin që ai ka marrë. Dhe gjithashtu ekzistojnë teknika të cilat janë të rikëthyeshme, do me thonë ne ta zhvillojmë atë dhe ta rikthejmë në gjendjen fillestare kur të duam ne, dhe ka dhe teknikat të cilat janë të përhershme, bëhen një herë mirë, të parikëthyeshme, dhe që të mos ju ngatrojë më tepër, teknikat të cilat ulin sasinë ushqimore është unaza, ajo që shikoni në monitor. Jemi ndërkohë duke e parë. Ta shohim edhe një herë videon që na tregoni më mirë çfarë ndodh. Pra, unaza vendoset në pjesën e sipërme, siç mund ta shikoni, të stomakut, dhe shkakton kjo unazë një stenoz, pra një zvoglim. Organizmi ngatrohet dhe mendon se stomaku tashmë gjendet vetëm në pjesën e sipërme, mbi unazë. Dhe i dërgon trurit mesazhe, sinjale që të ushqehet më pak se ka arritur ngopjen. Pra, kjo është një teknik inteligjente dhe e rikëthyeshme në situatën e mëparshme. E rikëthyeshme, kemi të bëjmë. E rikëthyeshme dhe mund të ndalojmë kur të duam neve. Koha e ndërhyrjes kirurgjikale është 1 çerek orësh.
Për një çerek orarin vendoset. Dhe mbas pak orësh pacienti mund të largohet nga spitali. Είναι η πιο απλή και πιο ασφαλής μέθοδος. Kjo mund të themi se është metoda më e thjeshtë dhe më e sigurt. Kemi të bëjmë me diçka plastike që vendoset aty në... Αυτό είναι σιλικόνη. Është përbërës silikoni. Silikoni. Është silikon mjekësor. Ju pash që e shtrëngoni, a ka disa stade ai shtrëngimi edhe... Υπάρχει αυτό το σωληνάκι καταλήγει σε μια βαλβίδα. Ky tubi arrin në një valvul που την έχουν κρύψει që e kanë fshehur më brenda në djam dhe nga aty ne mund të regjistrojmë stadet e shtrëngimit dhe të lirimit të unazës. Είναι λοιπόν αυτή η μέθοδος η πιο απλή. Pra, kjo mund të themi se është metoda më e thjeshtë dhe metoda më e sigurt. Αλλά δυστυχώς Por fatkeqësisht είναι η λιγότερα αποτελεσματική është metoda që ka rezultatin më të ulët në shkallën e saj nga metodat e tjera. Pra, nuk përdoret për individ të cilët kanë një tendencë shumë të madhe për të ngrënë ëmbëlsira. Që nuk e frenojnë vetë. Sepse me kalimin e kohës ata mund të tallen me këtë individ duke i dhënë ëmbëlsira në trajt të lëngët. Είναι όμως η τεχνική που έκανε πολύ Por γνωστή gjithsesi στον κόσμο όλο. Pikërisht përdorimi i teknikës dhe i metodës unazës në stomak e ka bërë këtë lloj trajtimi të njohur në të gjithë botën. Në të gjithë botën. Ju kujt ja rekomandoni për kilet e thatë apo për peshën e thatë? Συνιστά στα πρώτα στάδια της παχυσαρκίας. Në stadet e para të obezitetit. Në stadet fillestare të obezitetit. Por edhe kur bëhet fjalë për 20 ose 25 kg më tepër, mund ta përdorim këtë metodë. Atëre bëhet fjalë për këtë metodë mund ta aplikoj kushdo, apo ka një kufi moshor, të themi një adoleshent obez 17 vjeç, a mundet ta? Ναι, πάνω από τα 16-17 μπορούμε να την κάνουμε. Shikoni, mbi moshën 16 ose 17 vjeçare ne mund ta aplikojmë këtë metodë. Atëherë mbi 17, themi, 16-17 vjeç. Dhe ju thatë është e rikthyeshme. Sa kohë mbahet kjo unazë, doktor? Me vite, me muaj? Με χρόνια. Me vite. Αυτός δεν προκαλεί προβλήματα στον οργανισμό. Unaza nuk shkakton probleme në organizëm sepse është një silikon mjekësor, sikur ndërse janë dhe të gjitha pajisjet e tjera mjekësore që bëhen këto, ndërhyrje, dhe mund të përdoret, të qëndrojë vite të tëra në organizëm. Dhe nëse ne shikojmë se gjërat zhvillohen mirë, ne mund ta lirojmë pak atë, dhe nëse brenda një viti individi nuk merr peshë shtesë, ne mund ta heqim. Të silikonin. Hiqet dhe vjet me të njëjtën lehtësi, domethënë. Me këtë lehtësi që ju dhe e përshkruat, edhe rënja në peshë me këtë si vjen gradualisht, vitën e parë, të themi, muajt e parë. Humbja e peshës përmbushet në 2 vjeçarin e parë, mbas vendosjes. Domethënë, humbjen e parë dhe radikale të peshës e kemi në 6 mujorin e parë të vendosjes së unazës. Dhe gradualisht pastaj do humbasin të gjithë peshën shtesë që kanë këta individ. Θα αποτύχουν οι άνθρωποι που θα βάλουν δακτύλιο εάν τον κοροϊδεύουν. Ne nuk do kemi sukses tek të gjithë njerëzit të cilët e vendosin unazën, te ata individ të cilët marrin ëmbëlsira në trajt të lëngët, për shembull çokolata të shkrira, ëmbëlsira të ndryshme që mund të kalojnë me lehtësi në pjesën e poshtme të stomakut. Do me thënë e kuptova... Ose dhe pacientë të ndryshëm që konsumojnë sasi të mëdha alkooli, nuk kemi efektin e dëshiruar, sepse edhe ky kalon me lehtësi në pjesën e poshtme të stomakut, si shikonin në monitor. Do me thënë, thuaç këshilla që u jepet këtyre personave është të menaxhojnë ëmbëlsirat edhe alkoolin nëse duan të kenë rezultat, apo ja? Ναι, αλλά θα πρέπει ο ασθενής να Po, por duhet që pacienti të diskutojë me mjekun që do bëjë ndërhyrjen dhe nëse mjeku dhe pacienti do të bien dakord, pastaj le të kalojnë në këtë vendosje dhe në këtë metodë. Është një ndërhyrje e mirë. Kështu ka ndodhur edhe me një pacienten tuaj, Elefteria,
Unë e falenderoj që ajo pati guximin, sepse në përgjithësi për temat të tilla është shumë e vështirë të gjejmë mendjen e hapur edhe të flasim. E falenderoj që ndan historinë e saj me ne, e ndjekim me insert historinë e Lefterisë dhe kthehemi në studio ta komentojmë bashkë. Quhem Lefteri Mekshi, jam nga qyteti Sarandës, edhe punoj në një institucion buxhetor prej shumë vjetësh. Rreth 25 vjet më parë, me lindjen e fëmijës së parë, kam marrë shëndet, rreth 20 kg shtesë nga pesha normale, si dhe 10 vitet e fundit 25 kg të tjera. Rrita peshën maksimale 107 kg. 23 vjet pas lindjes së fëmijës së parë, kisha shtesë mbi peshë 47 kg. 48 vjeçë. Jam tani. Po, nuk shkonte më ky shëndet. Çdo lloj problemi shëndetësor e ndjeja çdo ditë dhe më shumë. Tensioni 20/10. 4 vjetë rresht mjekohesha çdo muaj, dhe nga ana ekonomike ishte vështirë dhe probleme shëndetësore më shkaktonte në trup. Çdo ditë më dimnin këmbët, nuk ecja dot. Peshën e kisha nga mesi e lartë, filluan problemet e zemrës. Çdo ditë isha se e smur. Të gjitha problemet nuk i përballoja dot, ndjesha e pafuqishme. Dhe studioja në të gjitha mënyrat në internet, me të gjitha metodat, si të bëja që të dobësohesha. Kam mbajtur dieta, shumë dieta, me muaj të tërë. Bija 8 kg, merja 10. Për një javë pasi ndaloja dietën. Me të ecur, me të vrapuar, çdo ditë probleme nuk e përballoja dot. Studioja në internet të gjitha metodat që përdoren sot. Kam një shoqe në Holland që u bë si diçka që sebeb që më tha, unë kam bërë këtë gjë që do t'ju ja tregoj më pas, dhe kam rënë 50 kg. Nuk më besohej. Nuk më besohej se nuk e kisha parë të shëndosh. E studiova shumë në internet, ma dërgoj gjithë procedurën nga fillimi deri në fund, si bëhej ndërhyrja dhe si ishte rezultati. E lexova dhe në shqip shkruhej ndërhyrja që kishte emrin vendosja një unaze. Shumë kohë e studiova, në shumë klinika dhe në shumë mjek. Dhe nuk vendosa. Kishe frikë? Nuk kisha frikë. Doja një komunikim më specifik me mjekun. Vajta e takova dhe komunikova me të. Isha 107 kg ditën që takova. I pëlqeu që më tha ke shtypur butonin shpejt, që nuk e lash vetin që të merri akoma më shumë kile. Një muaj pas takimit e vendosa dhe vajta bëra ndërhyrjen. Bëra ndërhyrjen 2 orë në spital, ndërhyrja ishte çerekore. 2 orë ndenja në spital dhe 2 ditë afër spitalit. Nuk ndjeva asnjë gjë nga kjo ndërhyrje, asnjë lloj problemi. Nuk doja të haja, do ju them një diçka, sa dola nga operacioni vajza Xhaxhait, kishte ditëlindjen e djalit dhe bëri shumë gjëra në tavolinë. Dhe më luteshin pse e bëre operacionin që të haje sot e ta bëje nesër. Nuk më bënte përshtypje më asgjë. Doja vetëm të hiqja gjithë këtë peshë që kisha në trup nga vetja ime. Në momentin që vajta për të bërë operacionin isha kjo. Në ty 107 kg. 46 vjeç. Një vit e gjysmë që kam vënë unazën. Kur erdha takova doktorin këtu në Tiranë, se doktori fatmirësisht, ky mjek nga Athina vjen në Tiranë dhe bën vizita dhe ndërhyrje
dhe konsulta pas operacioneve. I thash, doktor, mos prit, kujtoja se duhet të bie akoma më tepër, që të bie më tepër se unë kam dhe racën, i thash, që jemi pak të shëndosh. Më tha, Lefteri, nuk të kam prerë racën, të kam prerë ushqimin. Dhe ndjen të kënaqësi që unë pesha ime binte normale dhe shumë shpejt dhe pa pasoja të tjera. Ushqimin duhet të hash me qetësi të madhe. Mos të shqetësoj njeri në momentin që ha, mos të flasësh. Ushqimin duhet ta përtypësh mirë. Duhet të hash ushqime supra, gjëra me lëng, sa më të përshtatshme. Në fillim një herë është kushti domosdoshëm. Unë mundohem ta zbatoj me rigorozitet ato që më tha doktori. Dhe shikoj që ec i mirë. Në qoftë se në një moment unë e shkel ose nxitoj të ha, edhe ushqimin e nxjerr, ose në darkë vonë nuk duhet të hash. Në qoftë se një darkë do ha, pasoja do t'i kuptoj. Në qoftë se do nxitoj, pasoja do t'i kuptoj. Dhe kush nuk ka problem ekonomik, mos të vonoj asnjë ditë, mos të presi pasojat. Ja ku jemi pra direkt mbas historisë së zonjës. Doktor, ka qenë një histori suksesi për ju, Κοιτάξτε, η Ελευθερία έχει βάλει πολλά πράγματα. Eleftheria ka shumë vite që ka vendosur unazën. Έκανε όλα αυτά που της έλεγα. Ka bërë çdo gjë që unë i kam rekomanduar. Άλλαξε και νοοτροπία. Ai ka ndryshuar dhe mentalitetin e saj. Και γι' αυτό πήγε πάρα πολύ. Dhe pikërisht për këto arsye që lart përmenda ka vajtur shumë mirë si. Και σίγουρα είναι ένας πιο υγιής άνθρωπος. Dhe sigurisht është ndruar në një njeri më të shëndetshëm se sa çka qenë para se të vendoste këtë unazë. Në rastin e saj, të Eleftherisë, ne duam të diskutojmë bashkë me të që ta heqim tashmë unazën. Keni arritur e keni dukuar të jetoj shëndetshëm, doktorë. Sepse ky është edhe ajo që ju thatë edhe në pjesën e parë. Mirë, do doja të kalonim tek metoda e dytë. Kemi të bëjmë me zvoglim të stomakut. Do na shpjegoni juve ç'ndodh, sepse edhe fjala zvoglimi i stomakut mund ta bëj dikush për hallë, doktor, por në këto raste ku t'ja rekomandoni ju? Κοιτάξτε, αυτή ήταν η επόμενη. Shikoni pak, kjo është teknika e radhës Που κατοχυρώθηκε μετά το δακτύλιο. e cila është sankcionuar që do përdoret pas unazës. Pas unazës. Είναι μεγαλύτερο χειρουργείο από το δακτύλιο. Është një operacion i cili është më i madh se ndërhyrja që bëhet për vendosjen e unazës. Είναι όμως Por mund të themi πιο σωστές τεχνικές. Se si teknikë është nga ato më të mirat e mundshme. Διότι αφαιρεί το στομάχι που έχει. Dhe kjo sepse ajo e heq në tërësi pjesën e zmadhuar të stomakut. Κάνει φυσιολογικό το στομάχι. E kthen atë në përmasa fiziologjike, normale. Και φέρνει τις ορμόνες. Dhe gjithashtu sjell dhe nivelet hormonike në trupin e individit në nivele normale. Nuk është e rrezikshme kjo heqja e kësaj pjese, mund të jetojnë këta persona dhe me këtë? Κοιτάξτε μου για να το καταλάβετε. Shikoni që ta kuptoni më mirë. Ky pacient që un jam duke operuar, nuk mund të jetojë me një stomak kaq të madh sa që ka. Το πρόβλημά του δηλαδή Pra, problemi i tij është ky stomak që është më i madh se nivelet fiziologjike. Αν το στομάχι μείνει έτσι Pra, όπως είναι, nëse stomakun e atij ja lëm kështu siç është, ai do ketë probleme me zemrën e tij, do ketë probleme me diabetin dhe probleme me frymarrjen, me një stomak të zmadhuar. θα ζήσει πολύ περισσότερο. Ai do jetoj shumë vite me një cilësi më të mirë jetese, me stomakun më të zvogluar që është më afër niveleve fiziologjike. Όπως όμως βλέπετε, Por είναι gjithsesi, μεγαλύτερο χειρουργείο από το sikundër δακτύλιο. se shikoni, ndërhyrja kirurgjikale në këtë trajt është më e madhe se ajo në rastin e unazës,
Dhe janë teknika që kanë një zbatueshmëri, pra një aplikacion absolut tek pacientët që tashmë kanë shfaqur probleme diabetike shumë serioze të shkallës së përparuar. Të them një person pacient diabetik, shumica që ju rekomandohet kjo metodë? Ναι. Αυτή η τεχνική θεραπεύει το διαβήτη. Kjo teknikë e slivit përmirëson situatën e diabetit tek një individ. Nëse i referoheshim... Επομένως, αν έχουμε έναν ασθενή ο οποίος Nëse ne kemi një pacient είναι γλυκοεξαρτώμενος στο i cili ka varësi nga ëmbëlsirat, έχει τάση για διαβήτη, ka një tendencë që të zhvillojë diabet, θα πάμε σε τέτοιες ne do të τεχνικές kalojmë në χωρίς teknika të tilla dhe jo në teknikën e unazës. Dhe jo në teknikën e unazës. Është operacion apo ndërhyrje me laparoskop që zgjat më shumë se unaza? με λαπαροσκόπηση. Po, Është me laparoskopi Αυτός ο άνθρωπος μετά dhe από κανένα individi pas 2 ditësh do largohet nga spitali. δεν θα έχει πόνο, Nuk do të ndjej dhimbje, έστω και εμείς το βλέπουμε πολύ βαρύ να γίνει pavarësisht faktit se në monitorin e mund të na duket disi e rëndë ndërhyrje, por nuk ka dhimbje. δεν έχει τομή. Sepse nuk do është doja ka ta prekje. tregoja dhe është pjesa këtu që hiqet fare, doktorë? Është pjesa aty. Hiqet e tëra. Όταν αυτός ο άνθρωπος Dhe ήταν kur 18 ky njeri do të ishte në moshën 18 vjeçare, είχε το στομάχι που έχω ka pasur stomakun aq të vogël sa që ne e kemi lënë tashmë me prerjen. σιγά σιγά μεγάλωσε. Pjesa e djathtë është një zmadhim që është shëritur gradualisht. I pa nevojshëm. Dhe kufi efekte anësore, ndikim në jetën e këtij personi, çfarë mund të themi? Αυτή η τεχνική, αυτός που θα κάνει αυτό το χειρουργείο, Individi i cili do bëj këtë trajtesë do të ketë një jetë fiziologjike, të natyrshme. Efektet anësore mund të ketë vetëm gjatë kozjatjes së ndërhyrjes kirurgjikale, dhe që mund të jetë ndonjë hemoragji e vogël ose ndonjë shmangje e vogël. Jo, nuk e kisha për kohën e operacionit, e kisha në vazhdimsi. όχι, στη συνέχεια αυτός ο Në άνθρωπος vazhdimsi, ky individ do të ketë një stomak fiziologjik dhe nuk do të ketë absolutisht asnjë problem. Mendoj kjo është metodë e parikthyeeshme. όχι, είναι από τις μεθόδους Po, που είναι μόνιμες. është metode përhershme e parikthyeeshme. E parikthyeeshme. Dhe ju ja sugjeroni sidomos pacientëve që janë obez dhe diabetik. A bëhet shkak ndonjë smundje tjetër kronike që dikujt mos i rekomandohet kjo metodë? Të themi një person hipertensiv apo Αυτή η μέθοδος είναι Shikoni, μια από τις kjo metodë është një nga teknikat më të mira dhe më të plota në zbatueshmërinë e saj. Ne e rekomandojmë të gjithë vetëm në rastet e tilla kur obeziteti është tepër ekstrem. είναι από τις πιο σωστές τεχνικές. Por gjithsesi përmendim se është një nga teknikat më të duhura. më të duhura. Më vjen mirë që ekzistojnë këto metoda dhe tashmë ka zgjidhje edhe këtu, faljush në poliklinikën ku ju punoni. Mirë, kemi edhe një metodë tjetër, është palosja e stomakut. Ναι. Si art duket këtu, doktore? Me këtë. Κοιτάξτε, η πτύχωση Vini re, είναι μια palosja σχετικά νέα τεχνική. është një teknikë relativisht e re. Αντιγράφει το μανίκι Ajo του sleeve, αντιγράφει το sleeve, pikërisht është një kopje e teknikës sleeve që bën formën e mëngës, δηλαδή αντί να το αφαιρούμε το dhe παραπάνω në vend që ne ta heqim pjesën e tepërt të stomakut, e palosim atë në brendësi dhe e qepim. E qepim duket qartë edhe aty. Ναι. Τα τελευταία χρόνια Gjatë viteve të fundit την κάνει αρκετά δημοφιλή, është bërë shumë popullore si metodë, διότι έχει πολύ μικρή ανάρρωση Dhe και kjo- όταν αρχίζει να μοιάζει με το δακτύλιο, ndodh sepse pak a shumë ngjan si metodë me unazën dhe stadi i shpëtimit dhe i shërimit është shumë i shpejtë. δηλαδή μπορεί να βγουν τη μία μέρα και να βγουν την άλλη. Do me thënë pacienti futet në të njëjtën ditë dhe të nesërmen është i lirë për të Ka dalë. rehabilitim të shpejtë. Τα αποτελέσματα αρχίζουν να συγκρίνονται με το Rezultatet sleeve, mund të themi se janë të krahasueshme me teknikën e slivit, υπολείπονται σε μικρό βαθμό. por gjithsesi kanë mangësi në nivel shumë të ulët. Kur themi sleeve, themi zvoglimin e stomakut.
που το αφαιρούμε. Zmikrin si të stomaqit. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό Dhe një pjesë tjetër shumë e rëndësishme që dua ta përmend είναι η μοναδική τεχνική που δεν έχει ειδικό është se kjo është teknika e vetme që nuk ka asnjë material shtesë në trup. Έχει πολύ μικρό κόστος. Dhe ka një kosto shumë të ulët. Επομένως, το μικρό κόστος, Pra, kostoja e ulët e kësaj ndërhyrjeje, τα καλά αποτελέσματα rezultatet e mira që ajo sjell, και η μικρή νοσηρότητα, μικρός χρόνος νοσηλείας, por gjithashtu dhe kozgjatja e ulët e shërimit dhe e daljes së pacientit nga spitali, αρχίζει να κερδίζει έδαφος fillon të fitojë gjithmonë e më tepër terren στους γιατρούς που κάνουν παχυσαρκία. tek të gjithë mjekët që merren me problemet e obezitetit. Nëse tham se për zvoglimin e stomakut ju rekomandonit personave që jetojnë me diabetin, po për palosjen e stomakut, mund të themi që ka një kontingjent apo një grup pacientësh që përfitojnë apo Αυτή η μέθοδος θα πάρει μεγάλο Do doja κομμάτι. t'ju thoja se shumica e pacientëve do të merren pikërisht me këtë trajtesë. Θα παραμείνει το sleeve στους ανθρώπους που Slivi έχουν do ήδη të εκφρασμένο përdoret σοβαρό vetëm διαβήτη. te individit që kanë masa ekstreme të obezitetit. Όλους τους άλλους Dhe ασθενείς tek të όμως θα gjithë μπορούσε να pacientët τους e tjerë, κερδίσει. sigurisht mund t'i fitojmë ata duke i trajtuar me këtë teknikë. me këtë Στο teknikë. μέλλον ο δακτύλιος θα παραμείνει για τις ευκαιριακές μορφές Unaza παχυσαρκίας. sigurisht do të mbetet për raste sporadike të Μετά obezitetit, από την εγκυμοσύνη, μετά ose από pas κάποιο shtatzanisë ose mbas Στα ndonjë πρόστα. aksidenti që nevojitet të ή përdoret, στους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν χειρουργική τεχνική αλλά να μην νιώθουν ότι χειρουργήθηκαν. ose në individ të cilët do përdorin unazën që mos ndjejnë se kanë bërë një ndërhyrje kirurgjikale. Η Ndërhyrje në πτύκους trup. είναι στη μέση και Ndërkohë αρχίζει να që κερδίζει πάρα πολύ pikërisht teknika e palosjes është diku mes dy teknikave të lartë përmendura dhe fiton gjithnjë më tepër popularitet. Ja i mesiart, le të themi. Την κάνω τώρα γύρω στα 3 χρόνια. Këtë teknikë e aplikoj këtu e 3 vjet, Στην αρχή δοκιμαστικά. fillimisht në mënyrë prove, Τα τελευταία χρόνια αρχίζει να por συμμετέχει ama ιδιαίτερα. gjatë viteve të fundit kanë filluar të krijojnë një simpati të veçantë për këtë teknikë. Αλλά παραμένει το sleeve της μύκρης του στομάχου. Gjithsesi duhet të them se metoda sleeve, pra zvoglimi i stomakut, e përdorim në të gjitha ato raste ku trajtat e obezitetit janë të larta dhe të avancuara. Rastet ekstreme, e tham. Doktor, të falenderoj, në fakt ishte e re edhe për mua e gjithë kjo. Αρκεί μόνο στο Edhe unë ju τέλος falenderoj, Ishte mjafton shumë që në informa. fund, να δώσω μια mjafton që συμβουλή në fund të mund të them një këshill. για να μην μπουν σε περιπέτειες Në mënyrë që χειρουργικές, njerëzit të mos futen në peripecinë e ndërhyrjeve kirurgjikale, να ακούσουν αυτά που τους të έχουν dëgjojnë donë asnjë. këto që unë ju kam thënë si këshilla. Η καλύτερη επιτυχία των γιατρών Se suksesi më i madh i mjekëve είναι να αποφύγουν οι ασθενείς τα χειρουργία. është që pacientët të shmangin ndërhyrjen kirurgjikale. Όταν βέβαια το πράγμα Por, δεν σε αδιέξοδο, Gjithsesi, kur ne arrim në një πρέπει να σκεφτούν ένα γιατρό που να mungesë κάνει rrugdaljeje, duhet ειδικό tek individi i cili që vuan nga obeziteti të takoj mjekun dhe të zgjidh këtë problem të tij. Doktor Gavrili është aty, edhe i mirë pret. Mirë, më pëlqeu këshilla që ja datë popullatës, sepse gjithmonë ju e kishit merak edhe kur bisedonim bashk parandalimin e obezitetit, edhe këshilla për të mos arritur këtë trajtimi. Po një mesazh për të gjithë ata që janë kontingjent për pacient tek ju, sepse tham që edhe nga mos informimi, mos dija, edhe frika, doja ka vënd për frikë, a mund të qetësohen? Ναι. Όταν έχουν εγκατεστημένη παχυσαρκία, Kur ata tashmë janë në stadet e mbipeshës dhe në kalimin e tyre në obezitet, μοναδική λύση είναι η χειρουργική. zgjidhja e vetme është ndërhyrja kirurgjikale. Επομένως, Ndaj, να μην φτάσουν duhet σε εγκατεστημένη παχυσαρκία. të përpiqen që mos arrin këto stadet e avancuara të obezitetit. Η Αλβανία έχει περιθώριο να κερδίσει. Dhe Shqipëria i ka të gjitha mundësitë që ta fitojë këtë betejë. Ta fitoj betejën. Faleminderit, doktor, faleminderit që ishit këtu edhe për të gjitha ato informacion dhe mbi të gjitha për ato këshilla që ju dhatë. Dhe më vjen mirë që edhe i qetësuam të gjitha ata që kishin dëgjuar tek këtu për unazën, për zvoglimin
e stomakut apo edhe për palosjen, dhe ne patëm mundësi t'i sqarojmë të jenë të qetë për këto metodat të sigurta, sidomos kur kryen me profesionalizëm. Po, janë vërtet të sigurta këto metoda. Faleminderit atëherë edhe një herë të gjithë teleshikuesve që na ndoqën. Unë ju lë takim të shtunën e ardhshme me një tjetër problem shëndetësor, me një tjetër temë. Vazhdoni të qëndroni me ne javë pas jave dhe mos harroni të ndiqni ritransmetimin e emisionit si gjithmonë ditën e diel në orën 16.